Një mëngjes, kur Balo, Merita dhe Fationi u zgjua nga gjumi, u doli përpara një pamje e çuditshme në dhomën e ndenjës. E gjithë dhoma ishte mbuluar nga mbeturinat. Të gjithë u habitën nga mbeturinat që gjetën në shtëpinë e tyre. Balo menjëherë mendoi, me siguri që do të jetë punë e fqinjve. Por pastaj, Fationi t'i kujtua që një natë më parë, ata kishin patur një festë dhe kishin harruar të pastronin. Të gjithë patën menduar që pastrimi është i mërzitshëm, dhe përveç kësaj, akazanin e mbeturinave nuk kishte më vend për gjithë ato mbetje nga shtëpia e tyre. Balos më në fund ju kujtuan ato që kishte mësuar në orën e ekologjisë, seleksionimin e mbetjeve. Fillimisht, ato duhen ndarë në 3 grupe. Dhe mbetjet organike. Pastaj, secili grumbull duhet vendosur në kazanin përkatës me ngjyrë të veçantë. Merita po habitet. Ajo kurrë nuk kishte menduar që kazanet janë kaq të bukur dhe plot ngjyra. Balo i shpjegon asaj që secili kazan është për një lloj të caktuar mbetje dhe që vini, komshiu i tyre, ka mësuar tashmë se si t'i përdor. Balo u shpjegon shokëve të tij që fillimisht mbetjet e seleksionuara riciklohen. Pastaj ato ripërdoren për të krijuar produkte të reja, duke zvogëluar kështu ndotjen mjedisore. Pastaj ata vendosin një zëri. Do të fillojnë të seleksionojnë mbetjet nga shtëpitë e tyre. Kur i erdhi radha për të hedhur lodrave të vjetra, ata u ndalën dhe filluan të mendonin. Ato ishin të vjetra dhe me to nuk mund të luajmë më, por ne mund të bëjmë një punë të mirë dhe t'i japim dikujt tjetër, sugjeroi Fationi. Ata ja dhanë biçikletën Vinit, ndërsa lodrat dhe rrobat e vjetra i dërguan për pamirësi te kryqi i kuq, në mënyrë që fëmijët e tjerë të mund të luanin me to. Shokët krijuan një lojë të re. Ata filluan të kërkonin përshenjen e riciklimit tek të gjitha produktet që ndodheshin në dyqane dhe të zgjidhin ato me 3 këndshë jeshil. Çdo javë, fituesi do të merrte një lëng frutash nga 2 të tjerët. Brenda një kohe të shkurtër, në vendi ku më parë kishte mbeturina, tani rriten lule, të cilat i bën shoqëri Balos, Meritës dhe Fationit, kur ata kënaqen duke luajtur në park.